Të dashur qytetar, aktivist e simpatizant, urime edhe një fitore e radhës e lëvizjes vetëvendosje. Për më pak se 7 vjet, kjo është fitoria e 5 televizjes në zgjedhjet parlamentare. Kemi fituar në vitin 2019, kemi fituar në vitin 2021, kemi fituar 2 herë në vitin 2025 dhe fituam përsëri në vitin 2026. E pra, të dashur qytetar, ky është edhe një konfirmim i radhës që së paku kjo dekad, e unë besoj edhe shumë më shumë se kaq, është e qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje. Prandaj edhe në këto zgjedhjet e 5-ta parlamentare, për më pak se 7 vjet, u dëshmua që të gjithë garojnë, shumica votojnë, e ne fitojnë. Unë ju falenderoj nga zemra dhe jam përjet mirënjohës për gjithat angazhim, punë, përpjekje, mund që keni bërë që lëvizja vetëvendosje të vazhdoj me qeverisjen e saj të mbar e të mirë demokratike, ku ne i bëjmë bashkë sigurin e shtetit e të kufive me mirëqenjen e qytetarëve, ku ne i bëjmë bashkë edhe punëtorët, edhe ndërmarrjet, edhe infrastrukturën, edhe bujqësinë, i bëjmë bashkë edhe kujdesim për nëna e fëmijë, edhe atë për burra e pleq, për djem e vajza pa dallim. Faleminderit shumë për gjithë këtë mbështetje e përkrahje të pakursyer e të pa rezervë në secilën sfidë e pengesë që kemi pasur. Pra nuk ka vështirësi që nuk e kemi te i kaluar. Edhe atëherë kur është dukur e pamundur, ne e kemi realizuar. Sepse tash ka shtet për krejt, e ne jemi krejt për shtet. Numri 116 ishte fitues me 28 dhjetor, numri 116 është sërish fitues. Faleminderit që ja keni qit pikën me numrit 116. Dua t'ju falenderoj edhe për këto ditët e fundit, kur keni marrë pjesë në përtubimet tona, keni zhvilluar takime që i dim e që nuk i dim, gjithnjë në funksion të mobilizimit të qytetarëve për ta votuar atë që është zgjedhje, lëvizjen vetëvendosje me partnerët tonë, Partin Guxo, Partin Alternativa dhe PSHDK-n, dhe në këtë mënyrë e keni mbajtur gjallë e lartë shpresën e popullit, por edhe punën tonë që i shërben popullit. E falendrim gjithashtu për ata të cilët kanë bërë mund, duke udhëtuar me qindra kilometra për te ambasadat dhe konzulatat e Republikës Kosovës dhe ku kanë pritur në rallë që të votojnë, por edhe për ata që kanë bërë mijëra kilometra dhe nga vendet ku ndodhen në Mërgat kanë ardhur në Republikën e Kosovës që sot
na bashkangjitën në votim, në fitore e në festim. Të jeni të sigurt, të dashur qytetar, që televizja vetëvendosje e keni garancin e mirë qeverisjes dhe se shteti si Republik është në duart sigurta. Unë jam kryeministri juaj, herë kryeministër në detyrë e herë në detyrë të kryeministri. Kosova e ka dhe presidentën, e ka ushtrusën e detyrës presidentës Albulena Agjiu. Dhe besoni dashur qytetar, që pavarësisht sa festojmë sonte, nesër në 8 mëngjes, krejt qeveria e në punë. Se cili minister e zëvendës minister, të gjitha ekipet tona, e unë si kryeministër, dhe zyra e presidentes, Albulena me krejt ekipin e saj, në 8 mëngjes jenë gjithë në punë.